vetëm ka përfunduar afati për zgjedhjen e presidentes së re. Sot ka pasur edhe disa zhvillime rreth çështjes së zgjedhjes së presidentit. T'jap edhe një herë informacionin. Ka pasur një raportim për një takim të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti me Bashkim Jasharin, komandantin e FSK-s. Aty është folur për strategjinë dhe ndryshimin e ligjit të FSK-s për disa çështje të riorganizimit, por natyrisht nuk është lënë anash pa u diskutuar dhe çështja e presidentit dhe potencialisht kandidaturës së Bashkim Jasharit për president. Në shoft, për të mos e lënë më shumë hapësirë spekulimi, vlen qëndrimi i familjes Jashari, shprehur nëpërmjet Murat Jasharit, vllaut të Bashkimit, ku kanë refuzuar kategorikisht të bëhen pjesë e ndonjë gare potenciale për të marrë votat e Kuvendit Kosovës për një mandat presidencial. 4 ditë, çfarë do të ndodhë? Kush do të fitoj? Kush do të humbë? Kush është fajtor? Gjithçka tjetër do ta diskutoj sot me një super panel të ftuar